Speciale e ditës. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, jeni në specialen e ditës nga unë Kristi Xhaferi. Ndodhemi pikërisht në të dielën e dytë të Thriodit, një periudhë që sapo kemi hyrë për përgatitjen e Krishmës së Madhe, atë të kremte së Pashkës. E diela e sotme i përket të dielës së quajtur ajo e djalit plankprishës. Shërbesat e zhvilluara në këtë të diel në Katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë, transmetuar drejt për së drejti dhe në valët e Radios Ngjallja në FM 88.5 MHz, u kryesuar nga Episkop Andoni, në bashkëmeshim me episkopastin e klerik të tjerë. O Zot, shtjerë syrin prej qiellit, edhe shiko dhe vizito dhe rregullo këtë vresht të cilën e ka mbjellur dora jote e djathtë. O Zot, shtjerë syrin edhe shiko dhe vizito dhe rregullo këtë vresht të cilin e ka mbjellur dora jote e djathtë. E diela e sotme të nderuar dëgjues na shfaqet qartë dhe nëpërmjet tropareve të kishës sonë ortodokse, psalur nga kori bizantin në drejtimin e Zotit Theodor Peci në mëngjesoren e kësaj të dieleje në Katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Yeah.
Forcojnë ora jote, mos i haron dhe varfërit e t'vulje në fund. Si djali plak prishës, erdha po i zemër dhe shun, dhe unë që kalova, gjithë jetën time në mërgi, e alqova pasurinë që më dheo atë, prit më të penduar, o Perëndi, dhe më shiro më. Do të të lavdëroj me një zemër, o Zot, do të tregoj gjithë çuditë e tua. E shpërdorova me plak prishje pasurinë atërore, dhe mbeta i shkretë në vendin e qytetarëve të këqij, dhe duke mos duruar më të ribashkë me ata, i kther i thërës ati zemër dhe mshur. Përpara qiellit dhe përpara teje, dhe nuk jam i denjë të quhem birin. Prano më si një nga rogëtarët dhe tu, o Perëndi, dhe mëshiro më. E në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni pjesë të shkëputura gjatë shërbesës së liturgjisë së hynore, shoqëruar nga kori miks i katedrales në ndrejtimin e Zotit Milto Vako. Si drejt. Eia niti falemi, e ti biem ndër këmbë Krishtit. Shpëtona, o i biri Perëndisë, që unë gjallë së vdekurës, ne që të këndojmë Aliluja.
Se i shenjtë je o Perëndia ynë dhe ty ta drejtojmë lavdin, Atit e Birit edhe Shpirtit të shenjtë, tani e për erë. E në jetët e jetëve. Mëshira e pafund e Atit na shfaqet në Ungjillin e sotëm, e cila është dhe esenca e paravolisë së sotme, atë të djalit plankprishës. E pikërisht të nderuar dëgjues, mbi paravolinë e sotme Arqimandrit Kozma Prifti u përqendrua në predikimin e tij në këtë të diel në katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Hirësi, perikopeja ungjillore që dëgjohet në kishën tonë të shenjtë ortodokse. Sot, këtë të diel të dytë të triodhit, në të cilën ndodhemi, është paravolia mjaft e njohur e plankprishësit. Sa herë që i referohemi paravolisë së plankprishësit, brenda nesh shtohet mirënjohja, falenderimi dhe doksologjia për Perëndin e shenjtë triadike, i cili zbuloi mëshirën e pafund të tij ndaj ne mëkatarëve. Kjo mëshirë e pafund e tij është edhe esenca e kësaj paravolie. Do t'ishte shumë më mirë nëse do të kishim kohë në dispozicion ta shpjegonim paravolinë në të gjithë thellësinë e saj. Por me që paravolia është mjaft e gjerë, do të qëndrojmë vetëm në disa pika. Djali i vogël iku u largua nga ati i tij, duke marrë me vete edhe pjesën e pasurisë që i përkiste. Kjo është një pikë që duhet të theksohet. Këtë lëvizje partizane e bëjmë të gjithë ne. Të gjithë ne, me mëkatet tona, largohemi nga Perëndia. Distancohemi. Ati do të mundej të mos jap asgjë tek biri, që befas vendosi tik. Pasuria është e Atit dhe e përdor si të doj. Dhe me gjithë se Ati hidhërohet për kërkesën e birit të tij, nuk ja privon atij të mirat materiale. Me mënyrë të drejtë ndau pasurinë dhe la djalin e tij të papërvojë dhe të padal të veprojë sipas dëshirës së tij. Kjo është sjellja e dashur e Atit. Le të mendojmë për pak një gjendje. E imagjinoni se si do të ishim nëse tek të gjithë ne që largohemi prej Atit qiellor na privonte të mirat materiale të jetës. Fatmirësisht, këtë nuk e bën. Por na lë të shijojmë të mirat materiale. Dhe pret. Çfarë pret? Biri miri iku dhe shpërndau pasurinë. Nga djali Ati të pasur ka ta ndisi të kullosë dera. Zoti bekon çdo punë të ndershme. Që të jesh bari nuk është as pak e keqe. Por Zoti ynë Isu Krisht në paravoli zgjodhi bariun e derave për të theksuar katandisjen e gjithë atyre që largohen nga Ati. Mishin e derit e ndalon ligji i Mojsiut. Kështu duket se biri që u largua përfundimisht u kthye kundër ligjit që vendosi Ati. Atje udhëzon mëkati.
na bën armiq të Perëndisë dhe na varfëron. Pa ndehim se lart Perëndis dhe pa Perëndin do të jetojmë si të duam, por ka ta ndisim të mirë dhe shërbëtor të uritur të së keqes. Nuk gjejmë as lende për të thyer urin. Na lë Perëndia që të largohemi nga afërti, por nuk na braktis. Na le të shtrydhemi, por edhe na pret. Kaq e madhe është dashuria e tij. Plankprishësi në një moment u ndritshua. Erdhi në vete. Kjo është ora e bekuar. Është momenti që njeriu konstaton katandisjen e tij, varfërinë e tij, marshimin e gabuar të jetës së tij larg Atit. Plankprishësi pa reckat e tij dhe ju kujtuan veshjet luksoze që dikur vishte. Mblidhte sa lende binin nga gojet e derave që të ngopet dhe kujtoi tryezat e pasura tek shtëpia atërore. Konstatoi se shkel në taban të neveritshëm dhe erkeq. Dhe solli në mendje mjedisin e dikurshëm. Kuptoi se sa ashpër i sillet punëdhënësi i tij dhe krahasoi me qëndrimin e dhemshur të Atit të tij. Dhe mori vendimin e pakhthyeshëm të kthehet mbrapa tek Ati. Nuk ekziston tjetër moment mi vyer dhe mi çmuar në jetën tonë. Ky moment është kur hapen sytë e shpirtit dhe konstatojmë neveritshmërinë tek e cila na udhëzoi mëkati. Dhe mbas konstatimit vjen vendimi për kthimin. Njohja e mëkatit ton dhe vendimi për ndreqje është ora e shpëtimit, ora e bekuar. Mëkati nuk na lë lehtë të dallojmë saktë gjërat. Kujdeset gjithmonë të na paraqes largimin prej Atit si liri, mosbatimin e porosive si e drejtë jete, shpërdorimin e të mirave atërore si shijim të jetës. Lendet, ushqimi plankprishësit është frut, shija fillestare të cilit është e ëmbël, por momentale. Sepse pason hidhësia, aftësia, zhgënjimi. Kështu, lendet bën ikona e përkryer e mëkatit. Lendet nuk e ngopin njeriu. As mëkati jep tek njeriu plotësim. Sa më shumë njeriu i shërben mëkatit, aq më tepër ndjen zbrazëti dhe i zhgënjur. Atëherë, pse ngelet tek e keqja? Sepse i bie përpara syve një errësim dhe njeriu i mirë nuk mund të dallojë dhe të perceptojë gjendjen në të cilën ndodhet. Themi, nuk e lë mëkati. Sa mirë do t'ishte të vinim në vete, të kalojmë në këtë çast vendimtar, kritik dhe shpëtimtar, dhe të marrim rrugën e kthimit, me sigurinë dhe të vërtetën se Ati qiellor na pret. Dhe kjo është akoma një pikë që duhet ta kemi kujdes. Në paravoli duket në mënyrë të shfaqur Ati të pres, edhe kur ai ishte ende larg, Ati e pa, edhe pati dëmshuri, edhe usul me vrap e ju hodh një qaf, edhe e puthi fort. Dhe kur dalloi pra në thellësi të rrugës, birin e tij të kthehet, zbriti nga pozita e tij dhe doli përpara ta pres, e përqafoi dhe e puthi. Kjo është dashuri hyjnore. E priste dhe e pranoi në krahëror të tij.
urdhëroi t'i veshin stolin e parë, sandale dhe unaz, dhe të gëzohen të gjithë në shtëpi. Me të vërtet, thot Zoti, gëzim bëhet në qiell dhe për një mëkatar të penduar. Rehabilitimi është i plot, totalitar. Plankprisi u kthye dhe gjendet në lumturinë e fillimit. Le të vërejmë se nuk e pyeti ku ishte, ku shkoi, ku shpenzoi e shpërdoroi pasurinë dhe ku plankprishi jetën e tij. Ati u gëzua për kthimin e birit të tij. Ati pikërisht këtë do, kthimin e birit të tij. Vëllezër dhe motra më Krishtin, me paravolinë e plankprisit, Zoti ynë Isu Krisht na zbulon se sa Ati qiellor na do dhe se sa ai do shpëtimin ton. Lavdi Perëndis, ekziston shpresë edhe për ne. Nga momenti që Ati pranoi djalin e tij plankprishës dhe restauroi në pozitën e tij të parë të lavdishme, mundemi të gjithë të shpresojmë në shpëtim. Zoti ynë Isu Krisht na zbulon akoma rrugën që duhet të ndjekim që të gjendemi përsëri pranë Atit ton qiellor. Shpalos rrugën e pendimit dhe kryesisht thekson se në veçanti Ati qiellor i yni na pret kthimin e secilit prej nesh. Do pendimin ton, kthimin ton pranë Tij, dhe është në vullnetin e Tij edhe rehabilitimi ynë. Prandaj, le të falenderojmë pa ndërprerje krijuesin e gjithësisë, Perëndin ton triadik, të shenjtë dhe njëridashës, për mëshirën e Tij të madhe e të pamas kundrejt nesh. Amin. Në përfundim të shërbesës së liturgjisë hynore pas përlëshimit të besimtarëve nga episkop Andoni, At Aleksi lexoi para gjithë besimtarëve përgjigjen zyrtare të kishës son ndaj akuzave të vazhdueshme që i bëhen kreu të kishës son ortodokse autoqefale të Shqipërisë, nga persona si zoti Nikola Marku, që vazhdimisht kërkojnë të hedhin baltë mbi të vërtetën, mbi punën dhe ringritjen e kishës son ortodokse në Shqipëri, nga kryepiskopi i Tiranës Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Imzot Anastasi. Vazhdimisht jeni njoftuar për sulme të ndryshme që janë bërë kishës ortodokse në Shqipëri gjatë këtyre viteve që nga fillimi i hapjes së saj. Nuk është një gjë e re që kisha sulmohet. Neve çdo ditë kujtojmë martir, dëshmor, homologjet, konfesor, pra edhe shumë të tjerë të cilët kanë vuajtur në historinë e kishës sulme të padrejta. Edhe sot e kësaj dite ne jemi dëshmitar të këtyre sulmeve që shpeshherë janë deri në skajin e qesharakes edhe të shpifjeve. Megjithatë, është detyra jonë që t'ju informojmë shkurtimisht për ngjarjet që ndodhin dhe një nga sulmet e fundit të ripërsëritura është ajo e personit Nikola Marku në Elbasan, një person i cili, siç e dini shumë mirë, ka një histori të ngatëruar dhe i manipuluar nga qarqe të ndryshme anti-ortodokse, përdoret prej tyre me shpifje nga më të çuditshmet, por gjithashtu edhe duke disinformuar opinionin publik. Për këtë arsye, të paktën duke filluar nga kisha, vazhdimisht kemi detyrë që t'ju informojmë drejt se për çfarë bëhet fjalë dhe sa qesharake janë shpeshherë akuzat ose dhe pretendimet e tij. Për këtë do kërkoj At Aleksit që ta lexoj përgjigjen që kisha ortodokse në mënyrë zyrtare i jep edhe kësaj radhe Nikola Markut dhe kuptohet nëpërmjet tij të gjithë atyre që e vendosin atë për të tilla deklarata. Përgjigje për një shpifje të paturpshme. Çdo deklaratë e re e zotit Nikola Marku dhe grupit që e drejton atë konkuron për nga përqartja me deklarata të mëparshme të bëra nga ai. Deklarata e tij e fundit që u botua në disa gazeta, dita 22 janarit 2016,
dhe Gazeta Shqiptare e 23 shkurtit 2016 dhe u transmetua nga disa kanale televizive, arrin deri aty sa kërkon rishikimin e kushtetutës, shfuqizimin e një ligji dhe shpall se do të bëjë një ankim në gjykatat e Hagës e të tjera, dhe shpif pa pasur turp, pa pasur provën më të vogël për kryepiskopin ortodoks se është përfaqësues i shovinizmit të Vorjo Epirit dhe madje se bashkëpunon me një parti nacionaliste ekstremiste greke. Por në të gjithë Greqinë dhe në shumicën e njerëzve në Shqipëri, si dhe në mbar botën e krishterë, e din se kryepiskopi Anastas bën pjesë në ata njerëz që punojnë në vijin e parë për paqen dhe respektin e ndërsjellët midis njerëzve dhe popujve. Për këtë arsye, është zgjedhur në poste të larta të organizmave mbar botërore të krishterë dhe president nderi i konferencës ndërfetare për paqen, Fet për paqen. Çdo lexues i mençur e kupton me njëherë nivelin e ullët të deklaratës së Nikola Markut dhe të akuzave që a i bën. Por hartuesit e ti, duke ndjekur metodën shpif, po të njëjtat gjëra, si diçka do të ngelet, synojnë qoftë edhe sikur të mos bëhet asgjë fare, të krijohet zhurma që ata dëshirojnë në dëm të kishës son. Ka vlerë të shënohet fakti se sulme të tilla nuk bëhen ndaj asnjë komuniteti tjetër fetar në Shqipëri. Kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë është e vetmja që njihet zyrtarisht nga shteti shqiptar, është njëra nga 14 kishat autokefale ortodokse të botës që ka marrëdhënie të shkëlqyera me kishën katolike dhe me të gjitha kishat anëtare të Këshillit Botëror të Kishave. Por cilët janë hartuesit e tekstit që u botua më 22 shkurt 2016 nga një farë komiteti i Elbasanit? Kemi demaskuar në mënyrë të përsëritur fytyrën e vërtet të këtyre shpifësve të paskrupuj, por qarqe të dyshimta vazhdojnë ta mbështesin pavarësisht fakteve demaskuese që nuk mund të vijen në dyshim. Përmbledhasi theksojmë se 1. Nikola Marku, i cili nuk ka asnjë lidhje me kishën ortodokse të Shqipërisë, të njohur nga shteti dhe me asnjë lloj kishe tjetër ortodokse. Marrëdhëniet midis kishës ortodokse dhe shtetit janë rregulluar në mënyrë përfundimtare me ligjin 10.057, 22 janar 2009, marrëveshja midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, hartuar në bazë të prerogativës të diktuar nga Kushtetuta e Shqipërisë. Asnjë kishë në botë, katolike, anglikane, evangeliste, pentikostiane e tjerë, nuk e nje si klerik ortodoks. 2. I ashtë quajtur i Komiteti për mbrojtjen e pavarësisë së kishës ortodokse të pavarur kombëtare shqiptare, kryetarit të cilit vetë deklarohet nuk është kishë dhe as komunitet fetar me kuptimin që ka kushtetuta. Është vetëm komiteti i një lagjeje të një qyteti dhe nuk njihet fare si komunitet fetar. Si vull të tijen përdor në mënyrë tinëzare për të mashtruar opinionin publik, titullin Kisha Ortodokse Autokefale Kombëtare Shqiptare Kala Elbasan. Kemi të bëjmë me një falsifikim fare të dukshëm dhe me një mashtrim të madh. Fatmirësisht në ligjin e lartë përmendur 10.057 datë 22 janar 2009, neni 5 paragrafi 1 parashikohet në mënyrë të qartë se shteti respekton kishën ortodokse autokefale të Shqipërisë dhe nje si përfaqësues të saj vetëm personat e autorizuar nga Sinodi i Shenjtë i kësaj kishe dhe garanton mbrojtjen e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë nga çdo person ose grup që pretendon emrin, objektet e kultit, pronat, simbolet
ose vullën e saj. Ky mashtrim i vazhduesëm i opinionit publik nga njerëz dhe grupime të parëndësishme, i faktuar në mënyrë të përsëritur, përbën një formë të çuditshme të korrupsionit shpirtëror, që për vite me radhë përpiqet të helmojë harmoninë fetare, gjë për të cilën mburret Shqipëria. Nga Kryepiskopata e Hirshme, 25 shkurt 2016. Gjithashtu episkop Asti njoftoi besimtarët që të shtunën e ardhshme, që konsiderohet si shtuna e shpirtrave, do të zhvillohet shërbes në kishën e ungjillëzimit tek rruga e Kavajës, ku të gjithë besimtarët mund të sjellin emrat e të afërmëve të tyre, të cilët kanë fjetur, për t'i përkujtuar në këtë ditë, e njëkohësisht duke përgatitur grur dhe mesh që pas shërbesës të bëhet ndarja e tyre sipas traditës. Dëgjuat speciale e ditës, Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.